Pas deklaratave të djeshme të kryeministit Mickoski se nuk ka më hapësirë për lëshime identitare, pavarësisht kostos në rrugën eurointegruese, krye opozitarës LSDM Venku Filipçe doli me kritika të forta duke kërkuar referendum, ku sipas tij qytetarët të vendosin nëse duan ta paguajnë çmimin për politikat e Mickoskit dhe VMRO-DS, të cilët e mbajnë shtetin jashtë Bashkimit Evropian. Zato ovo već не е политичко прашање. Ovo je prašanje сите нас, за секој еден граѓанин, за нашите семејства, едноставно прашање за нашата иднина. Ова, почитувани граѓани, е референдумско прашање. Не може христијан Тино Мицкоски да одлучува за нашите судбини. Едноставно доста е. Мора граѓаните да одлучат за тоа. Затоа што граѓаните, нивните семејства, нивните деца ќе ја плаќаат цената на овие погрешни политики на Мицкоски. Filipçe po ashtu kritikoi pushtetin për gënjeshtra, manipulim të opinionit publik, dështim në udhëheqjen e shtetit, përkeqësim të standardit të jetesës dhe shmangje nga integrimi në BE nga frika e përgjegjësisë për korrupsion dhe krim. Nga qeveria u kundërpërgjigjen duke thënë se hapja e fondeve nga agjenda reformuese për Maqedoninë është treguesi i qartë i orientimit evropian të kësaj qeverie. Të mos harxojmë kohë dhe paratë e qytetarëve. Ne jemi për Bashkimin Evropian dhe kjo është orientimi ynë strategjik, gjë po e dëshmojmë në praktik. Në fund të fundit, heqja e misionit vlerësues nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe hapja e fondeve nga agjenda reformuese për Maqedoninë e Veriut janë treguesi i qartë i orientimit evropian të kësaj qeverie. Ndërsa se si duket kur LSDM angazhohet për referendum pa garanci për të ardhmen evropiane, qytetarët munden ta shohin përmes një shembulli plastik nga referendumi i fundit të organizuar në vitin 2019. Ata edhe sot vazhdojnë të jenë individu i identitetit maqedonas. Përndryshe që nga pavarësia, Maqedonia ka mbajtur 3 referendume. Referendumin për pavarësi në vitin 1991, referendumin për ndarje territoriale në vitin 2004 dhe referendumin për marrëveshjen e Prespës dhe ndryshimin e emrit në vitin 2018.